Së pari, si çdo mëngjes, përpara se të nisim pasqyrën e shtypit, sot jemi ditë e hënë, shohim pak së bashku çfarë pritet të ndodh gjatë ditës sotme. Gjatë ditës sotme, duke nisur nga ora 10, KLP-ja, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ka një mbledhje për të shqyrtuar nëse formalisht i plotësojnë kushtet 4 kandidatët që kanë shfaqur interes për të drejtuar SPAK-un për periudhën 3 vjeçare. Në rendit është miratimi i projekt vendimit për miratimin e listës kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore të kandidimit për drejtues në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe vetëm mbasi shikohen gjitha dhënat dhe nëse kandidatët plotësojnë kriteret. 4 janë kandidatët për të zvendësuar Altin Dumanin në drejtimin e SPAK: Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Ervin Gokaj, që garojnë për kryeprokuror të SPAK. Më pas ftohen për të intervistuar nga Këshilli, ku caktohet data e radhës. Komisioni i Etikës do të mlidhet gjatë ditës sotme për të diskutuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 1 muaj të Gazmend Bardhit nga punimet e kuvendit të krejut grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si nga punimet komisionit parlamentare, ashtu edhe në seanca. Në kërkesën e firmosur nga 14 deputet socialistë, thuhet se ndëshkimi vjen pasi kreu grupit PD-s ka ofenduar kryeparlamentarin Niko Peleshi dhe e gjitha ka ndodhur në seancën e së enjtes të kaluar.